mundi dhe sakrifisa. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se qeveria PD-s do të marrë çdo mas për të garantuar fermerës se prodhimet e tyre do të jenë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë një takimi me banorë në Dimal, Berisha sqaroi se pas 11 majit do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në BE. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju. Këto i bën mafja, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Kryetari PD-s Berisha premtoi se qeveria do të mbrojë fermerët në raport me grumbulluesit, duke i dhënë fund praktikës që grumbulluesit përcaktojnë çmimin. Ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit ose pastaj shteti do të detyrohet të krijojë bordin e tij dhe nuk mund të pranojë që të trajtohej ju nga grumbulluesit si indiant nga Kristofor Kolombi, që u qote copa pas qyra shomirët e Flori. Shkone atje të treg lushjes. Se si shytet, me dajak diktojnë çmimet. Merr fun ajo. Sipas Berishës, qeveria Rama i ka lënë hares fermerët, por kjo praktik do të ndryshojë pas zgjedhjeve parlamentare. Në 380.000 fermerë që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin 32 milion euro. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani. Berisha vuri në duke se qytetarët që banojnë në zonat rurale do të përfitojnë edhe nga vendosja e minimumit jetik, pasi asnjë pension nuk do të jetë më i ulët se 200 euro.